Shumë shpesh na ndodh që nuk kanë kushte vetura, kushte elementare, kompjutera, ku di, qëtu i kem ankesat kur na diçka kërkojna, shpesh ndodh që i kanë këtu ankesa, kushte nuk kanë. Na keni raste që jeni tu jetu që sa vite që punoni në Prishtinë, që ku ju kanë dalë që janë grupe kriminale të qërimit të hesapeve, që shpo thot Krishniku? Mundet me pas ndonjë rast, po, mundet me pas, mirë po, kryesisht janë kanë vrasje për motive të ulta. Mos thamë individualisht si cilin rast, që nuk e kam personalisht edhe mi ditë motivet ashtu, konkretisht, po kryesisht janë kanë vrasje që kanë ndodhë qatë për qatë. Për shembull, edhe vitin e kalum ka pas vrasje të grupeve kriminale në Prishtinë. Çka ka ndërmarrë prokuroria me i shpërbaq të grupe që veç ka histori që janë gjujt me zveti? Ka histori, prokuroria është të marrë veprimet intensive në atë rast, është të nda me të një prokuror tjetër, nuk e di, veç e di që vazhdimisht është të punu në rast. A jeni ju të kënaqur me kapacitetet e policisë edhe hetimet që po i kryjnë policia? Me thonë drejtën, policia punojnë vazhdimisht, punojnë me përkushtim shumë të madh. Të më jeni të kënaqur me kapacitetet? Jena të kënaqur, por kushtet nuk i kanë. Shumë shpesh na ndodh që nuk kanë kushte vetura, kushte elementare, kompjutera, ku di, qëtu i kem ankesat kur na diçka kërkojna, shpesh ndodh që i kanë këtu ankesa, kushte nuk kanë. E mënyrën që shta jeton një rast, a je i kënaqur me intervistimin, të dhonat, fakte që t'i bjen, policia që t'i ofron, a je te e kënaqur? Në përgjithësi po, se i kërkoj, ato që e kërkoj edhe veprojnë, momentin që një prokuror është i pakënaqur me një hetues, e ka mundësinë ligjore edhe me kërku ndrymin e zyrtarit policor.